Para 6 viteve, më datë 27 mars 2020, Maqedonia u bë antarja e 30 e NATO-s. Kjo datë mbetet një nga kapitujt më të rëndësishëm në historinë më të re të vendit. Por 6 vite më pas, në kushte të krizave të luftës në Ukrainë dhe lindjen e mesme, a ndjehet më i sigurt vendi ynë. U bën 6 vite prej se Maqedonia e Veriut formalisht u bë antarja e 30 e NATO-s. Kjo temë sërish rikthehet në opinion përmes urimeve partijake, meritave të vjetra dhe përballjeve të reja politike. Për te mesazheve të politikës ditore, çështja që shtrohet sot është shumë më praktike. Dhe duke i parë zhvillimet në rajon edhe lëvizjet gjeopolitike në rrafshin global, çka realisht fitoi Maqedonia e Veriut me hyrjen në NATO. Qytetarët për televizionin Koha, mbase të zhgënjyer nga situata ekonomike, kishin përgjigje interesante. Shkurt e Shqip, hiç kërkund. Jo nga bërgimi i ardhës këtu, 36 vjetë në Evropë, këtu jo mbo pishman pse jam këthi. Po në plotësi nuk bëhen më gjana. Ai që gabon, kaq. Asnjëherë nuk kanë mundet të arsë. Me kësha të shkua, asë njësi. Zortë, dimi 4-5 po, a më shtej frek në. Ma më mirë është se tash në rast rreziku, si thoni ka shtetet tjera që për afër që janë, me na shpëtohu se çka më bëu. Unë mendoj se është më e sigurt si shtet, të tjerë se di, ekonomikisht di si është. Drejtën ma keq se sa nuk ka hinë NATO, e vetëm fjalët janë NATO. NATO nuk është, vetëm formalitet është për ndryshe nuk është NATO ende. NATO kur do hinë atë ndryshe do tjetë. Ndryshe në samitin në Bukuresht në vitin 2008, Maqedonia mori ftesë kushtëzuese antarësimi, me kusht që ta zgjidhë çështjen e emrit me Greqinë, që u arrit me marrëveshjen e Prespës në vitin 2018, duke hapur rrugën për përfundimin e procesit të integrimit. Përcaktimi për integrimin euro-atlantik të vendit daton që nga viti 1993, kur kuvendi i atëhershëm miratoi rezolutën ku definuan prioritetet e politikës së jashtme të vendit, antarësimi në NATO dhe BE.